Assalamu alaikum. Tregon për motrën e saj, e cila ishte vajzë tepër e përkushtuar, vajzë tepër e dalluar, vajzë që adhuronte Allahun e lartësuar, vajzë e sjellshme, vajzë me moral tepër të lartë. Ndërsa unë, thot, përshkruan veten e saj, thot nuk isha aq e devotshme, aq e përkushtuar. Isha ashtu, siç mund të jetë një pjesë e madhe e shoqërisë sonë, thot. Ndërsa motra ime ishte krejt ndryshe. Adhuronte Allahun e lartësuar. Mundohej, thot, të ishte e përpikt. Mundohej të ishte tepër e përkushtuar. Namazin kur nuk e linte. Madje vazhdimisht më këshillonte. Vazhdimisht mundohej dhe përpiqej që edhe unë të bëhesha si ajo. Por unë kisha drejtim, thot, krejt tjetër. Kaluan vitet, ndërkohë motra ime, thot, zbuluam se u prek nga një sëmundje e rëndë. Sa vinin ditët dhe gjendja e saj përkeqësohej. Derisa një natë prej netëve më tharet, thot, po thirrje ndryshe nga herët e tjera. Më tha, hajde ulu. U futa tek dhoma e saj dhe ula, thot. Atëherë mu drejtua dhe tha, a e beson vdekjen? A beson se një ditë do të largohemi nga kjo dynja? Thash, po. Por ç'është kjo temë, thash. Ndërkohë, unë mendjen e kisha, thot, ku do t'i kalonim pushimet e verës. Më tha, duhet ta mendojmë, sepse një ditë do të largohemi nga kjo dynja. Thash, po ç'është kjo temë, sidomos tani natën? Unë errësirën e kam frikë, jo më vdekjen. Tha, por ne duhet mendojmë edhe për atë botë. Duhet mendojmë edhe për vdekjen. Thash, unë thash se po mendon për udhëtimin që do të bëjmë. Më tha, ku i dihet, ndoshta unë këtë verë do të bëj një udhëtim edhe më larg. Tha, jo se jam sëmur, por nuk i dihet, se për sa i përket sëmundjes, ndoshta dikush që është më i shëndetshëm se unë mund të ndërroj jetë para meje. Por tha, ne duhet ta dim se do të dalim para Zotit gjithësisë. Do të ndërrojmë jetë. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Çdo shpirt, tregon Zoti në Kur'an, çdo njeri ka për ta shiju vdekjen. Të ka dhënë Zoti i gjithësisë shpirtin. Dije që ai shpirt do të dalë një ditë. E gjykimi, shpërblimin njeriu ku e merr? Në botën tjetër. Ditën e gjykimit. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. E kush shpëton nga zjarri dhe hyn në xhennet, ai ka fituar çdo gjë që dëshiron. Çdo njeri ka për ta shiju vdekjen. Kështu thot Allahu i lartësuar në Kur'an. Këto fjalë, thot, realisht më trembën, më friksuan. Por, thot, gjithsesi, ashtu si çisha mësuar, thot, që dëgjon nga ky vesh, dil nga ky vesh, shkova, thot, fjeta gjumë. Por, ndryshe nga ditët tjera, thot, nga ora 8 e mëngjesit, unë nuk e kisha program, thot, me u zgjun atë orë. Vetëm kur dëgjoj zëra në shtëpi. Kishin telefonuar, thot, nga spitali, pra motra ime ishte përkeqësuar gjatë natës gjendja e saj. Dhe telefonon babai, thot, nga spitali, e kishte marrë, kishte shku në spital, thot, telefonon që të shkonim dhe ta vizitonim motrën. Thot, u bëm gati, u veshëm, thot, shkuam tek spitali, çat shihe, thot, pamje të ndryshme, dikush ishte vrarë, dikush pra urgjenca. Thot, motrën e kishim futur në raminacion.
Por gjatë rrugës infermierja po na thoshte që gjendja e saj tashmë është stabil, pra mund të hyni ta vizitoni. Thot por do të hyni prap në ana para, më pas do të dalë ajo, nuk hyni dot të dyja. E rëndësishme thot, nuk zgjati shumë dhe merrdi radha të hyja. Hyj tek motra, e shikoi thot që ishte pak. Thot kur afrova, preka këmbën e saj thot e ftohtë. Thash, ti ishe mirë mbram. Pra më këshillove, më fole, çfarë ndodhi? Ajo më lexoi një ajet Kur'ani, ishte njëri që lexonte Kur'anin, meditonte në fjalët e Allahut lartësuar, tha: "Wal taffati as-saqu bis-saq ila rabbika yawma idhin al-masaq." Tha, atë ditë kur do të ngrinë këmbët e tek Zoti, atë ditë është kthimi. Kështu kuptohet prej ajetit. Subhanallah. Më pas nisi thot më këshillonte. Fjalët e saj thot më ranë në shpirt dhe nuk po i mbaja dot më lotët. Derisa thot vjen babai e merr, edhe thot më mori, më largoi qysh aty thot. Shkova thot në shtëpi, por nuk pushonin lotët e mia. Vetëm dëgjoja fjalën, pra emrin e motrës që ka ndëruar jetë. Subhanallah thot. Më pas nuk mbaj mend më gjë. E kishin sjell trupin e saj në shtëpi thot. Më treguan se unë shkova, pra e putha, por thot unë nuk mbaja mend më gjë. Dhe thot, ajo ishte motra ime. Ishte më e mirë se unë, më e devotshme se unë, më e përkushtuar se unë. Tashmë më mbetën, thot, në shtëpi, në dhomën e saj, gjithë kujtimet e saj, Sexhadia, Kur'ani, e çdo gjë e bukur që ajo kishte lënë. Thot, vendosa qysh me këshillën e saj që unë të ndryshoja, që unë të përmirësohesha, të ndiqja hapat e saj, e të takohesha me të në xhennet, sepse ajo më pat thënë që kjo botë është kalimtare. Do të jetosh 20 vite, do të jetosh 40, më shumë, përsëri do të ndrojmë jetë. Por atje duhet me punu. Faman zuhziha anin nari wa udkhila al-jannata faqad faz. E kush shpëton nga zjarri e hyn në xhennet, ai me të vërtetë ka fituar gjithçka pra që dëshiron. Kështu kuptohet prej ajetit. Prandaj, vllai nderuar, motër e nderuar, le të përpiqemi për botën tjetër. Le ta falim namazin, le ta adhurojmë Allahun e lartësuar, le ta besojmë dhe ta pasojmë profetin alayhis salam. Ti ndjekim dhe ti pasojmë porositë e profetit alayhis salam në mënyrë që të fitojmë xhennetin, të fitojmë gjithçka që dëshirojmë në xhennet, lumturi të përjetshme. Allahu na mundësoft xhennetin. Amin.